Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut mohon ndryshimet brenda kabinetit qeveritar. Pas mosmarrëveshjeve në koalicionin qeverisë Vlen, kryeministri Istrem Mickovski mohoi ndryshimet brenda qeverisë, ndryshe nga pritshmëritë e zëvendës kryeministrit Mexhiti për rishikim të kabinetit. Shefi i qeverisë pranoi se në koalicionin me Vlen marrëdhëniet janë të shkëlqyera. Përplasjet brenda koalicionit Vlen nisën pas debateve mbi mënyrën e përfaqësimit të tyre në zgjedhjet e ardhshme vendore dhe nëse do të përfaqësohen me kandidatë të përbashkët apo në logon në çdo partie. Vazhdojnë përplasjet në distancë ndërmjet partive të koalicionit shqiptar qeverisës në Maqedoninë e Veriut. Deputeti i Aleancës për Shqiptarët, kreu Arben Taravarit, Riyad Sheqiri, tha se bisedimet brenda koalicionit Vlen nuk mund të bëhen me ultimatume. Sipas tij, mes liderëve të Vlenit nuk ka përplasje dhe përçarje, por thjesht prezantim të qëndrimeve. Sheqiri tha se brenda kuvendit për momentin nuk ka bisedime sa i përket zgjedhjeve lokale. Sipas tij, funksionimi i tyre është në kuadër të koalicionit Vlen, ndërsa në të ardhmen do të veprojnë ashtu sikurse do të vendos kryesia e partisë. Përplasjet nisën pasi një pjesë e partive në koalicion dëshiron të dalë me kandidat përbashkët, ndërsa Aleanca për Shqiptarët kërkon kandidat më vete për këshillat komunal. Zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Izzet Mexhiti kërkoi nga partneri i koalicionit Vlen të shpallë publikisht qëndrimin e tij nëse kërkon bashkëpunim me BDI-n. Në intervistë për Alsat, Mexhiti tha se Taravari duhet të ndajë mendjen, është ose jo Vlen brenda një jave. Nuk kemi pa përvojë politike, prandaj edhe, e përshpejtuam iniciativën për shkrirjen e Vlenit. Dhe i themi edhe publikisht edhe tash, duam ta kemi pjesë të Vlenit Aleancën për Shqiptarët, po e duam një aleancë që nuk e ka opcion Bashkimi Demokrat. Brenda një jave, mas shumti, pra kjo punë do pastrohet, do sqarohet. Sipas zëvendës kryeministrit, reagimet e kreut të Aleancës për Shqiptarët synojnë vetëm të fitojë kohë. Uroj që pra të reflekton, të ndërpret bisedimet me Bashkimin Demokratik për integrim, të kthehemi të ryezës, do miremi vesh siç jemi marrë për shumë gjëra deri tash, vesh dhe në këtë mënyrë pra mund të vazhdojmë. Përkundrazi, nëse dikush edhe me tutje mendon të vazhdon bisedimet me BDI-n apo të den zgjedhje vetë dhe të bashkëpunon me BDI-n, atëherë mendoj që nuk është pjesë e Vlenit, por kjo duhet ta jemi të sinqert që ta deklaron opinion se ne nuk mund ta ndalim. Ishte Izzet Mexhiti, zëvendës kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut. Tronditse dhe thellësisht alarmante janë për BDI-n paralajmërimet e Izzet Mexhitit për Aleancën për Shqiptarët. BDI thotë se kjo deklaratë tregon se drejtësia në këtë vend është e kapur dhe se qeveria mund të ndërhyjë në vendimet e prokurorisë dhe gjyqësorit. Sipas BDI-s, me fjalët e veta, zëvendës kryeministri konfirmoi se drejtësia nuk funksionon në mënyrë të pavarur, por udhëhiqet nga urdhrat dhe interesat e shefit të tij politik, Istrem Mickovski. Kryetari i Lidhjes Demokratike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Izzet Mexhiti, akuzoi kreun e Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, se është i vetmi nga liderët e koalicionit që shes si opsion bashkëpunimin me BDI-n. Zëvendës kryeministri i parë argumentoi edhe një herë shkaqet e mos bashkëpunimit me opozitën. Pra thjesht Vleni është një antipod i BDI-s dhe nuk ka logjik bashkëpunimi me BDI-n. Në atë moment që bashkëpunohet me BDI-n, pra humb kuptimin e ndryshimit, humb kuptimin e asaj për cilën e kemi kërkuar votën. Ndër të tjera, ai deklaroi hapat që do të ndërmerren për njësimin e koalicionit Vlen. Ne si subjekte brenda Vlenit po shqyrtojmë mundësinë këto ditë pra që Vleni prapë ta ndëgjojmë të votuesin shqiptar, sepse në kaluarën ka kërkuar unifikimin e opozitës shqiptare, tash kërkon që subjektet të shkrihen në kuadrat e Vlenit dhe besoj që së shpejt brenda javës do ketë edhe iniciativë pra për Vlenit të jetë një opcion. Në të pritet përfshihen Lëvizja Demokratike, Besa Alternativa dhe Vetvendosja. Ishte Izzet Mexhiti. Kryetari i Aleancës për Shqiptarët, Arben Taravari, përshëndeti nismën e partive që janë pjesë e koalicionit Vlen që të shkrihen në një të vetme. Megjithatë, ai pranoi se deri më sot Aleanca për Shqiptarët nuk ka pasur asnjë ftesë të tillë, por nëse do të ketë, premtoi se do të shqyrtohet. Unë gëzohem që ato kanë rënë dakord, Vetvendosja, LD-ja, Alternativa dhe Besa që të shkrihen, dhe përshëndes këtë akt, më pëlqen. Aleanca për Shqiptarët do të mbese si subjekt që do të tentojë përsëri të bashkëpunojë nëse këto shkrihen me një parti. Deri te ne s'ka erdhur ashtu ftesë, nëse vin do ta shqyrtojmë. Jemi miq, jemi shok dhe as që diskutojë që mund të hapim edhe atë temë, po për momentit gëzohem që këto janë dakorduesit e partit, vërtet më gëzon si fakt.
Kryetari i Aleancës për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut pas kuvendit të partisë deklaroi se është i vendosur për të bashkëpunuar me koalicionin Vlen. Sipas tij është e rëndësishme që në zgjedhjet e ardhshme të fitojë koalicioni pasi në këtë mënyrë fitonte Aleanca. Arben Taravari mojt ketë pasur përplasje me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut duke deklaruar se do të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë. Vazhdojmë të japim kontributin ton, në qoftë se dikush mendon se s'duhemi atje, nuk e kemi probleme as pak. Unë mendoj se me kryeministrin Mickovski kemi raporte korrekte, besoj se do të vazhdojmë. Në moment që e shohim se diçka nuk shkon si duhet, atëherë themi atë publikisht dalim, s'është asnjë problemi, por në momentin raportet janë shumë korrekte dhe besoj se vazhdojmë. Ndërsa konfirmoi daljen me kandidat më vete në disa komuna. Mes të tjerave, kryetari i Aleancës për shqiptarët Arben Taravari tha se mesazhi që ka ardhur nga Edi Rama dhe Albin Kurti është që shqiptarët të jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. Këto kanë qenë çdo herë porosit e tyre, normalisht edhe situatat aktuale politike në rajon, po edhe në Maqedoni, kështu që zotri Rama dhe zotri Kurti kanë dëshiruar që shqiptarët të jenë sa më të bashkuar në Maqedoni. BDI ishte friksuar nga e kaluara korruptive e funksionarëve të tyre. Në këtë mënyrë kryeministri kryeministri Istrem Mickovski akuzat e BDI-s lidhur me pozitën e shqiptarëve në shtet. Mickovski tha se opozita shqiptare bën mirë t'i kthehet agjendës së gjelbër. Sa më shumë funksionarë të BDI-s kapen me krim gjatë kohës kur kanë kryer detyrat e tyre, aq më tepër shpërsohet kjo retorik pasi frika është e madhe. Por ne dëshmuam se punojmë në mënyrë jo selektive dhe kështu do të vazhdojmë, tha kryeministri i Republikës Maqedonisë së Veriut Istrem Mickovski. Kritikat dhe akuzat ndaj BDI-s kanë vijuar dhe nga zëvendës kryeministri i parë i Republikës Maqedonisë së Veriut Izzet Mexhiti. Ai tha se Ali Ahmeti nuk mund të flasë për përfaqësim digjitos të shqiptarëve pasi sipas tij kreu i BDI-s është shkaktari kryesor për largimin e rinisë shqiptare. Edhe pse kjo qeveri pra nuk i ka numrat e gjithë qeverive të kaluara, edhe përkundër kësaj zoti Ahmeti nuk e shfrytëzoi këtë për të mirën e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi për avancimin e shqiptarëve, nuk e shfrytëzoi as për projekte kapitali infrastrukturës siç është ky sot në Tetov, pra dhe këtë po e përmirëson pikërisht kjo qeveri e Vlenit, ku 1 miliard euro shkojnë për komunat dhe decentralizimin, dhe me shumë përgjegjësi them se dikun 300 milion euro shkojnë për 15 komunat tona. Reagimit i Mexhitit erdhën si përgjigje për akuzat e Ahmetit pas takimit me presidentin shqiptar. Situata e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe zhvillimet politike në rajon ishin në thelb të takimit ndërmjet kryetarit të Aleancës për shqiptarët në opozitë Zjadin Sela me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj. Përmes rrjeteve sociale, Sela shkruan se kujdesi dhe interesimi i presidentit Begaj dhe shtetit shqiptar për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë së Veriut është një mbështetje dhe motiv i fuqishëm që ne të vazhdojmë të punojmë në ruajtjen e arritjeve të deritanishme, kapërcimin e sfidave dhe të përparojmë edhe më tej. Roli i shqiptarëve në Ballkan është kyç për stabilitetin dhe progresin e rajonit, ndaj bashkëveprimi me shtetin am dhe faktorin politik në trojet tona është jetik, shkruan Zjadin Sela. Aktualitet. Maqedonia e Veriut merr mbështetjen për integrim nga Slovenia. Kryeparlamentari Afrim Gashi, mikpriti homologën slovene, Urshka Zupančić, tha se Slovenia mbetet mbështetëse e madhe e Maqedonisë në rrugën e saj europiane, pres me padurim ditën kur mund ta mirëpresi Maqedoninë e Veriut si anëtare barabartë të Bashkimit Evropian. Personalisht besoj se kjo nuk duhet të jetë larg, sepse anëtarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor nuk duhet të jetë më çështje nëse apo kur, duhet të ndodhë shpejt, u shpreh kryetaria e Kuvendit të Slovenisë gjatë vizitës së saj zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës paralajmërojnë Maqedoninë e Veriut për nivelin e korrupsionit. Sipas ambasadorit të Unionit në Shkup, Mihailis Rokas, korrupsioni është sfidë e madhe për vendin dhe hapi domosdoshëm drejt ndryshimit të shpejtë dhe arritjes së reformave. Zëvendës ambasadori e SBA-s, Nikola Varnes, theksoi se lufta kundër korrupsionit është thelbësore për zhvillimin ekonomik dhe besimin social, ndërsa shefi i misionit të OSBE-s në Shkup, Kilian Vall, theksoi se transparenca dhe zbatimi i ligjeve janë vendimtare për luftë të suksesshme kundër korrupsionit. Mesazhet e tilla janë dërguar në seancën konstituive të trupit ndërinstitucional për koordinimin e aktiviteteve kundër korrupsionit. Sociale. Rriten pagat e mjekëve në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i Fondit të Sigurimit Shëndetësor, Sasho Klekovski, deklaroi se mjekët e familjes të mjekësisë përgjithshme, ginekologët dhe stomatologët do të kenë rritje të ardhurave në përputhje me rritjen e numrit të shërbimit. Me vendim të autoriteteve, vlera për çdo pacient të regjistruar për mjekët e përgjithshëm dhe ginekologët rritet nga 75 në 100 denar, ndërsa për stomatologët nga 61 në 75 denar. Sipas autoriteteve shëndetësore, kjo do të nënkuptojë paga më të larta dhe mjek më të motivuar.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut arrin marrëveshje me sindikatat për pagat shtesë të administratës publike. Në këtë takim është rënë dakord që duke filluar nga maji i këtij viti, të fillojë pagesa e shtesave të pagës në administratën publike dhe në 4 vitet të ardhshme paga do të rriten me rreth 30%. Sipas informacioneve paraprake, administrata e punëdhënësve është tërhequr nga rishikimi i kërkesës për rritjen e pagës minimale në 500 euro. Ne jemi dakorduar që ato 30% shtesa të pagave t'i marrim në disa këste në një fat prej 4 viteve, tha Tërpe Deanoski në emër të sindikatave. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.